Ministri i jashtëm i Serbisë Marko Đurić ndodhet në New York ku do të marrë pjesë në një takim të nivelit të lartë të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara të thirrur nga Kina me temën ruajtjen e qëllimit dhe parimeve të Kartës së Kombeve të Bashkuara dhe forcimin e sistemit ndërkombëtar. Gjatë qëndrimit të tij në New York, Đurić do të ketë edhe një takim të veçantë dypaq me ministrin e jashtëm kinez Wang Yi. Ministri i punëve të jashtme i Serbisë tha nga Ottawa se diplomacia intensive serbo-kineze është duke u zhvilluar prej javësh, duke theksuar se bashkëpunimi midis Serbisë dhe Kinës në lidhje me Kosovën do të konfirmohet edhe në seancën në New York. Protestat e punonësve në të gjitha institucionet shëndetësore dhe arsimore në territorin e komunës së Graçanicës vazhduan edhe sot në shenjë mbështetje për drejtorët e arrestuar të këtyre institucioneve. Në një tumbim mbështetje u mbajt para qendrës së shkollave të mesme në Laplasel dhe punonësit e asaj qendre u bashkuan kolegët nga Anamorava e Kosovës. Protestën e mbajtën edhe punonësit e klinikës së mjekësisë së brendshme dhe pediatrisë në Laplasel, si dhe punonësit e qendrës shëndetësore në Gushtericën e Poshtme. Kuvendi Komunal i Graçanicës miratoi një deklaratë me të cilën u kërkoi institucioneve kompetente të lejohet këshilltarëve dhe drejtorëve të arrestuar të institucioneve arsimore dhe shëndetësore të mbrohen nga liria duke respektuar të drejtën themelore të njeriut dhe parimet e një gjykimi të drejtë. Komisionierja për refugjatët e Republikës së Serbisë Nataša Stanisavljević u bëri thirrje të gjithë personave të zhvendosur brenda vendit të cilët janë vendosur përkohësisht në Serbinë qendrore të marrin pjesë në zgjedhjet që do të mbahen në Kosovë më 7 qershor. Populli serb në Kosovë dhe Metohi ka mundësi të votojë për të ardhmen e tij dhe të votojë për mbijetesën dhe qëndrimin në vatrat shekullore. Ata që kanë një dokument identifikimi të vlefshëm para një kartë identiteti të vlefshëm të lëshuar nga institucionet e përkohshme në Prishtinë mund të votojnë, tha Nataša Stanisavljević dhe kujtoi se Komisariati për Refugjat dhe Migracion ka hapur një qendër thirrje për të gjithë çështjet e personave të zhvendosur që duan të votojnë. Kryetari i Komisionit Qeverisë së Serbisë për personat e zhdukur Veljko Odalović tha se skena politike në Kosovë është thellësisht e ndarë, por se pothuajse asnjë parti politike shqiptare në fushat lungre çështjen e marrëdhënieve me serbët, dhunën institucionale dhe krimet e pazgjidhura të kryera kundër popullsisë serbe dhe popullit tjerë jo shqiptar. Siç pohon ai, bashkia ndërkombëtare nuk ndërhyn formalisht drejt për drejt në protestën politike, por në të njëjtën kohë tregon mungesën e gatishmërisë së saj për të përballur seriozisht me krimet e kryera në Kosovë. Odalović theksoi se ata që do të duhet të mbanin përgjegjësi më të madhe politike dhe personale sot janë mbajtësit e listave zgjedhore dhe se ata marrin imunitet dhe mundësi për të hyrë në parlament. Një pjesë e konsiderueshme e votuesve shqiptarë në Kosovë ende mbështesin opsionet politike të mbështetjes për ish pjesëtare të UÇK-s, sipas redaktorit e portalit të internetit të Radio Televizionit të Serbisë, Rade Mareović, i cili veren se partitë politike po përpiqen të tërheqin sa më shumë votues që të jetë e mundur duke angazhuar personat e famshëm dhe ish pjesëtare të UÇK-s, përfshirë ata që janë gjykuar për krime lufte ose janë dënuar. Analisti politik Shkelzen Maliqi thot për Kosova Online se elektorati në Kosovë po bëhet më i ri dhe se votat e marra nga ish pjesëtarët të UÇK-s tani janë kryesisht të shpërndara, por ai veçon Ardian Gjinin, i cili vlerëson se mund të fitojë më shumë vota se sa Ramush Haradinaj. Muftiu Naim Tërnava uroi të gjithë besimtarët për Kurban Bajramin dhe u bëri thirrje partive politike që të zhvillojnë fushatën zgjedhore me dinjitet dhe përmbajtje larg gjuhëse, urrëties dhe përçarjes. Në mesazhin e tij të Bajramit drejtuar besimtarëve, Tërnava theksoi se kjo festë i thret të gjithë për më shumë përgjegjësi. Më 7 muaj të ardhshëm Kosova përballet me një moment vendimtar për demokracinë, dinjitetin civil dhe të ardhmen e shtetit, ditën kur zëri i popullit përcakton rrugën që do të ndjekim, tha ai duke u bërë thirrje forcave politike që të udhëheqin fushatën me dinjitet, ide dhe vizion.
Edhe nesër pritet mot me diell dhe shumë i ngrohtë, ndërsa në mbrëmje dhe gjatë natës në disa vende në veri dhe perëndim të Serbisë shira afatshkurt ose rreshje lokale me mundësi për bubullima, por do të fryer lehtë e dobët. Temperatura më ulët e ditës do të jetë nga 12 deri në 18, kurse më e larta nga 30 deri në 34 gradë Celsius.